Të nderuar besimtar musliman të qarkut të Korçës, motra dhe vëllezër. Në emër të Myftënisë së zonës Korçë dhe në emër tim personal, ju uroj gëzuar Vit Bajrami, ditën e shpërblimit dhe afrimit me njëri tjetrin. Ne përcjellim me përmallim muajin e bekuar të Ramazanit, me shpresën e madhe që Zoti të na ketë falur mëkatet tona dhe të ketë pranuar lutjet, adhurimet dhe sakrificën tonë. Ramazani na mësoi se mirësitë dhe begatitë që na i dha i plot fuqishmi marrin kuptim vetëm atëherë kur ndahen me të tjerët me synim fitimin e kënaqësisë së tij. Ky muaj i madhrueshëm na mësoi se sofra e iftarit është ajo që ndahet me njëri tjetrin, qoftë me të pasur, qoftë me të varfër. Të gjithë jemi të barabartë para Krijuesit, dallimi është vetëm në devotshmëri. Atmosfera shpirtërore që përjetuam gjatë muajit të bekuar të Ramazanit na forcon dhe motivon ta shohim festën e Vitit Bajramit si ditën e shpresave të reja, si ditën e të kujtuarit, të solidaritetit me njëri tjetrin dhe të dashurisë për njeriu dhe njerëzoren. Viti Bajrami është nesër, ditën e premte, datë 20 mars 2026 dhe ceremonia do të zhvillohet në oborrin e xhamisë Ilyas Bejmrahori dhe ku fillon në orën 6:20 dhe kulmon me faljen e namazit të Bajramit në orën 6:50, ndërsa ceremonia e pritjes dhe urimeve do të zhvillohet në ambientet e Myftënisë Korçë mes orës 10 dhe 11:30. Me lejoni së fundmi, në këto çaste të gëzuara të festës së Vitit Bajramit, këtij momenti të gëzimit dhe lehtësimit shpirtëror, t'ju përcjell mesazhet e mia më të sinqerta për një jetë më të lumtur, shëndet dhe mirësi. Gëzuar dhe për shumë vjet Vit Bajrami.